kilogram të uraniumit të pasuruar, flitet që është pasuruar deri në 60-70%, apo edhe deri kanë vajtur deri në 80%, thonë në kohë të saktuara, por në qoftë se më përpara Irani propozonte që këtë uranium ta çonte për ruajtje në Rusi, tashti propozon për ta ruajtur Kina këtë sasi uraniumi. Kjo demonstron për mendimin tim që Irani ka një mbështetje të saktuar nga Kina dhe është e çuditshme sepse Kina zakonisht nuk përzihet kur në, le të themi, në pazare ushtarake, në situata ku kanë qenë konflikte ushtarake tjerë, më tepër forca e Kinës dhe taktika e Kinës ka qenë gjithmonë depërtimi me të urtë, me të butë dhe ekonomikisht, duke ndikuar, domethënë, në vende të ndryshme të botës. Në saktu ata po përpiqen në një farë mënyrë të ndikojnë edhe gjatë vizitës së presidentit Trump në Kinë, kjo temë u prek. Sigurisht që Kina është një interesuar i drejt për drejt të zgjidhjes së saj situate, pasi bllokimi 20% të naftës globale, që ata marrin më tepër se gjysmën e naftës e marrin nga Irani, të paktën deri tani e kanë marrë. Prandaj është një goditje, le të themi, gjeostrategjike për Kinën për momentin, të paktën deri tashti. Dhe nga ana tjetër kjo do të sillte një farë varje më të tepër të Kinës, më tepër se sa ta donin, nga Rusia. Pasi në qoftë se, siç e dim, ajo nafta venezuelane tashmë u bllokua për kinezët, kjo domethënë e Iranit është kufizuar, ndërsa vetet një variant domethënë i hapur që është Rusia, por që kinezët nuk do të dëshironin shumë të bazoheshin vetëm tek Rusia për furnizimin me naftë. Strategjia e Kinës është e tillë që ajo kërkon dhe dëshiron të ketë partner, por nuk ka aleat. Qartë. Zoti Puma, nga ana tjetër, mendoni se po shohim tashmë fillimin e një strategjie iraniane për të sfiduar praninë amerikane në rajon, dhe nga ana tjetër mendoni se Irani tashmë është duke testuar dhe reagimin e SBA-s, por edhe aleatëve të saj, pra përpara hapave më agresiv? Mendoj që në një farë mënyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta kthejnë situatën në gjendje të qëndrueshme, sepse nuk mund të bësh luftë vazhdimisht, nuk mund të mbash në tension gjithë botën, sepse pastaj një krizë e thellë ekonomike botërore bumerangëm do të godas vetë ekonominë amerikane pastaj, sepse ulet fuqia blerëse, etj. Ka një sër procesesh që pastaj do të godisë vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, interesi i Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht që është për këtë, le të themi, në këtë situatë. Sigurisht që ata janë fitimmarrës nga kjo situatë, por jo për një kohë të gjatë, pra thjesht dhe nga ana tjetër nuk mund të shkohet në Senat për zgjedhjen e Senatit, po të ishin për sa i përket republikanëve, pasi e dim që në tetor bëhen zgjedhjet me konflikte të hapura të tilla siç është ky Hormuzit që u shkaktua vetë nga amerikanët. Të paktën ai Ukrainës nuk është që e shkaktuan republikanët, prandaj edhe mund të shfaqsohen, ndërsa për Iranin është një fakt shumë flagrant. Dhe nuk është që elektoratin amerikan, për shembull, shqetëson shumë politika ndërkombëtare dhe luftrat amerikane etj. Gjeostrategjike. Amerikanit të thjesht i intereson të di sa është çmimi i gallonit të benzinës në aty ku ai furnizohet. Dhe nëse çmimi është i lartë dhe tani është i lartë gjithandej, kjo është një gjë negative që do të ndikonte pastaj në zgjedhje. Irani këtë gjë e kupton, sepse me që kuptojmë ne, e kuptojnë dhe ata, nuk janë budallënj sigurisht, dhe veprojnë për interesat e tyre, e kuptojnë që kanë një kartë në dorë, po flasim me terminologjinë e Trumpit, dhe mundohen të marrin maksimumin e asaj që mund të marrin në këto bisedime, duke munduar të heqin, të shmontojnë edhe një pjesë të sanksionin maksimalisht sa më shumë të jetë e mundur. Dhe nga ana tjetër kuptohet që mbajnë atë, le të themi, markën, nëse mund të themi kështu,
të një kundërshtari krenar të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër ka pasur dhe luftra, domethënë nën Rogos, sigurisht dhe lidhi nën Rogos sepse Omani në fillim u shfaq si edhe ai që si fitim dashës për të marrë dividendet e veta nga ngushtica e Hormuzit, por mbas deklaratave agresive të presidentit Trump u stepën dhe tashmë kjo situatë është zgjidhur dhe Omani është gati të lëshojë pe. E qartë. Zoti Puma, nga ana tjetër e gjithë kjo retorikë tashmë e Teheranit, pra retorika ushtarake, është duke u përdorur më shumë po them për konsum të brendshëm, apo nga ana tjetër do të kemi ndoshta edhe një ndryshim të balancave në rajon? Në fakt, në qoftë se retorika e Iranit do të konkretizohet edhe me veprimet ushtarake të vazhdueshme që do të ishin për shembull goditjet e mëtejshme të bazave amerikane, siç u bë në Kuvajt apo në Emirate, detyrimisht kjo do të ndillte një luftë tjetër në Gjirinë Persik dhe Izraeli e dëshiron shumë këtë luftë sepse është një rast unikal për të, duke qenë një shtet i vogël relativisht, sigurisht me fuqi shumë të madhe ushtarake, por shtet i vogël de facto, dhe mendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai mund të godiste Iranin në mënyrë që ata mos e merrnin veten për 20-30 vjet. Prandaj ata bëjnë çmos që ta ndërsejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit për të goditur. Por dhe amerikanët kanë strategjinë e tyre, interesat e tyre, nuk janë edhe ata të marrë që të futen në operacione toksore në Iran, sepse ajo është e pritshme që do të ketë jashtëzakonisht shumë viktima, sido që t'jetë fati. Kuptohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mundësitë dhe janë më shumë herë, qindra herë më të sofistikuar për të fituar një luftë të tillë, por me humbi të jashtëzakonshme. E qartë. Në fakt, zoti Puma, nga Agjencia e Lajmeve Farsi e Iranit u raportuat se forcat e armatuesura të vendit lëshuan raketa nga jugu, por drejt një objektive të pacaktuar. Sa i rrezikshëm është fakti që ende nuk dihen objektivat e raketave të raportuara nga mediat iraniane? Po, mbase ky ka qenë dhe një provokim për të parë reagimin e forcave amerikane, sigurisht që është e rrezikshme sepse ajo është, domethënë, situata është si një fuqi baruti, një shkrep se mjafton dhe të rindizet. Por, domethënë, sepse dhe vetë për shembull, edhe megjithse janë larguar disa nga anijet luftarake nga Gjiri Persik, një pjesë e tyre kanë mbetur, prezenca amerikane është po atje dhe avionët luftarak amerikan mund të mbërrinë në çdo kohë. Prandaj dhe Irani nuk besoj që është interesuar shumë dhe nëse kanë më në kokë që të destabilizojnë më keq situatën. Për Iranin është okej, nëse se me të urtë, me të butë, ata do të hiqnin, të smontonin një pjesë të sanksioneve, të rihapin ngushticën e Hormuzit, të tregtonin naftën me çmime maksimale sa është e mundur, përsa është çmimi i lartë, dhe të rimëkëmnin ekonominë dhe industrinë ushtarake. Mirë, po sigurisht që këtu është një gjë gjithashtu e rëndësishme që Irani në fakt në të kaluarën ka dashur të prodhojë bombë bërthamore dhe ka qenë afër prodhimit të bombës bërthamore, por ta fajsosh Iranin në këtë drejtim është, si të thuash, të jesh i padrejtë me të tjerët. Ka shi sepse për shembull pse në kërkush nuk e prek Korenë e Veriut apo nuk e prek Pakistanin. Sepse është bombë bërthamore që është garancia e vetme që i jepet një shteti relativisht jo shumë të rëndësishëm dhe të madh, të fortë ushtarakisht, sepse Irani është goxha i madh, që po të kishin bombën bërthamore, kjo luftë nuk do të bëhej me Iranin. Prandaj dhe ata shikojnë si një element të ruajtjes sovranitetit të tyre. Nga ana tjetër, të gjithë mendoj fuqitë botërore dhe klubi i vendeve anëtare të klubit, të themi që zotërojnë armën bërthamore, nuk do dëshironin që këtij klubi të shtojë edhe një vend tjetër si Irani, sepse edhe nuk i dihet pastaj me çfarë qeveri mbetet në pushtet dhe se si mund ta përdorin këtë bombë në të ardhmen, sidomos Izraeli. E qartë. Në fakt, zoti Puma, se i përket ndërtimit të bombës bërthamore, edhe nga ana e sekretarit amerikan të energjisë para disa ditësh u tha se Irani ishte javë larg për ndërtimit të kësaj arme. Nëse Irani është javë larg ndërtimit të kësaj arme bërthamore, pse zoti Puma Shubat nuk publikojnë dhe provat konkrete? Po këtu domethënë nuk
mendoj që arsyeja e goditjes së Iranit ka qenë vetëm rreziku i prodhimit të bombës bërthamore. Pasurimi i Iranit, domethënë i uraniumit, domethënë e tjerë. Aty u poqen shumë kushte dhe një nga kushtet kryesore është sigurisht dëshira e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të kontrolluar burimet energjetike të globit, përfshirë sepse janë të gjitha veprimet e një zinxhiri të gjatë.